Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Miqtë e podcastit, ky nuk është një episod origjinal i Buçi Podcast. Në fakt, kjo është një bisedë në një podcast tjetër që tashmë nuk ekziston më, e disa mikeshave të mia, që është regjistruar tetorin e kaluar. Pra, pak më shumë se sa një vit më parë. Por nga që kishte një histori personale time që unë shpesh nuk kam qef ta tregoj apo le të themi ta bëj tematik, plus kishte edhe mesazhe dhe këshilla për persona të tjerë të ndryshëm që jetojnë në vende jashtë Shqipërisë, si për studinë apo edhe për gjëra të tjera, vendosëm ta gjejmë atje ku ishte dhe ta nxjerrim në pa. Shpresoj që njëri apo tjetri nga ju të gjej veten aty dhe shpresoj që mos të keni kaluar të njëjtat gjëra, të paktën rrugtimi juaj të ketë qenë pak më i lehtë. Gjithsesi na lini mendimet tuaja në komente, tashmë shikim edhe dëgjim të këndshëm. E nisi, po fola për vete se këtu jemi mbledhur për ty. Më kupton. Të na tregoj pak për eksperjencat e ti profesionale. Eksperienca ime profesionale, që quhet tamam eksperiencë profesionale, është që në momentin që ja futur industrisë time, domethënë. Unë kam studiuar inxhinierin ndërtimi në fillim tek Universiteti Teknik i Berlinit, pastaj ndrova tek shkolla e lartë që ishte atëherë Bojt, tani e ndryshuar kam bërë Berlinin se kështu kjo cancel culture i dol në aty Bojtit që kishte bërë ca letra kështu edhe e humbi prestigjin e emrit. Budalliqet e Brezit të Ri, domethënë. Edhe mbarova atje kam mbaruar me thënë më thjesht në shqip kështu si pikë fort ose specializim në ndërmarrje. Është fjala e bukur shqipe, domethënë që në fakt ndërmarrje ndërtimi, që përfshin pjesën ekonomike, ligjore edhe menaxheriale të një projekti, domethënë që në faza kuptohet që normalisht ka një arkitekt edhe që bën projektin, ka një konstruktor që e bën të mundur ëndrrën e arkitektit që të qëndrojë ashtu vërtet të bëhet. Dhe pastaj jemi ne që gjitha këto letrat pafund që këta llogarizin edhe bëjmë, i bëjmë realitet, i bëjmë shtëpia ku njerëzit futem, i bëjmë laborator siç është ky projekti që po bëhet tani. Nuk ka një aspekt edhe kështu si tip menaxherial, ndoshta brenda mund ta quhet të tillë kështu si po, administrativ kështu. Në anglisht kjo quhet construction site manager, domethënë kur je junior i vogël kështu domethënë. Pasi kalon ato, për shembull tani jam duke kaluar në fazën e drejtimit të projektit, jo vetëm të menaxhimit të projektit, domethënë, që ke të bësh akoma më shumë me pjesën ligjore. Pjesën e negociatave, domethënë të nderimit dhe komunikimin pastaj me investitorin etj, domethënë ato gjëra që janë burokrate më shumë domethënë, por që kërkojnë një farë lloj eksperience në terren që të paktën të dish çfarë i thua aty domethënë edhe t'ia mbushësh mendjen në fund që kjo është rruga më e mirë edhe pse do të eci projekti kështu siç themi ne dhe jo si duan ata. Për kuriositet, për shembull, projektet në 99% të projekteve as nuk mbyllen në kohën e duhur, as nuk mbyllen në buxhetin e duhur. Domethënë, janë unikorn ata. Si këto autostradat që ndërtojmë ne. Si këto që fillojnë me mbajnë sik dorën tash. Aq keq jo, domethënë, po që okay, mund të nëse do është një shembull më i keq akoma se sa autostradat në Shqipëri, që është aeroporti i Berlinit, domethënë, që vajte në shifra kolosale që bile më mirë, po ta kishim bërë shqiptar më mirë do kishin dalë. Që dhe këtu ndodhin shumë vonesa të këtij lloji. Po Buçi, sa vite përvojë ke në profesion? Unë për herë të parë kam filluar punë ato kohët e fundit që të uja. Edhe ka filluar në 2019 në mos të gaboj. Po, në tetor të 2019 unë kam filluar punë për herë të parë si asistent. Për ta filluar punën kam filluar me një kontratë studentore. Edhe në muajin e dytë pastaj e ndrova kontratën nga studentore në asistencë, kishte edhe ca benefite të tjera, domethënë brenda firmës, plus që të jepej edhe mundësia, domethënë që të merrje pak përgjegjësi dhe jo të bëj kështu, e din shumica që kanë punuar veç student që thonë gjermanët, domethënë që bën fotokopje, bën gjëra budalliqe kështu kot, domethënë, sa për të shtyr ditën. Kurse kur je asistent, domethënë, ata të provojnë çdo muaj, domethënë të japin një diçka të re, të japin një përgjegjësi, edhe unë me këtë që më rrihen me një vend, domethënë edhe vetë kam kërkuar gjithmonë edhe deri tani më ka ecur, domethënë drejtën.
atje kam mësuar shumë të 2 vitet e para, primërisht pyetjes, 2 vitet e para unë kam qenë te një firmë që bënte ndërtimin real, domethënë që kishte punëtorët e vet, kishte edhe kontraktorë të tjerë, domethënë që ndihmonin me pjesën më të madhe, por që kishte gjithë shtabin teknik e tjerë, domethënë jo i kryente punimet vet. Ajo ka shërbyer për mua domethënë si baza, bërthama e gjithë kësaj gjëje që unë jam sot, domethënë. Po tani mund të të bëj një pyetje, nisëm të pyesim për profesionin, po si vajte dhe studiove, si e zgjodhe këtë? Si vendose që të studiosh inxhinieri ndërtimi? Nga të erdhi dëshira, spuntoja, çat motivoi, si e more vendimin domethënë? Unë kur kam qenë ose 6 ose 7 vjeç në Berat, në detlinjen time, as 6 ose 7 vjeçare, nuk e mbaj mend, do të konsultohem me Timat përsëri. Imat ka pasur një koleg pune, por edhe shok rinie, domethënë. Imat nuk e vazhdoi dot shkollën për arsye financiare, siç ishin gjithë brezat pas komunizmit, ai tjetri e kishte vazhduar. Ai kishte qenë diku në Myni etj, edhe mbaj mend që bisedonte me Timat, domethënë, thoshte shifaj që Gjermania shu e çot çunin, domethënë janë gjëra të mira etj. Edhe kur ka harë dhe njëri tjetër prap miku, domethënë, ka qenë pak para ose pak pas ditëlindjes sime, ka qenë gusht, kemi qenë në balkon për jashta, edhe kur ka pyetur çfarë duhet të bëjmë, unë kam thënë do të bëjmë inxhinier ndërtimi në Berlin. Wow. Seriozisht, do thoni ju tash, edhe shumë të tjerë do thonë që ore valla, nga e gjeti nga e diti sa do të bëhet. Ata as unë nuk e kuptoja sot, domethënë ajo mund të ketë qenë thjesht një diçka fëminore që s'ka pasur asnjë kuptim në momentin që është thënë. Por ndodh në njëre kështu si ato baladat amerikane, domethënë Manifesting Destiny, e kupton që thjesht janë ngulit vetes atë që në kokë. Unë e kisha edhe pak të imponuar, po jo në mënyrë negative nga Imat, domethënë për shkak se ai kishte nisur atë shkollë dhe siç thash nuk arriti ta ndiqte edhe të vinte atje ku donte, domethënë. Edhe gjithmonë e kishte me dëshirë, po nuk e kishte ndonjëherë problem shumë të madh. Në vitin e 3 të gjimnazit unë kam aty u hap tema pastaj për të ardhur në Gjermani. Se ka përgatitje për të bërë, për ne të paktën një herë një kohë tani, besoj edhe studentët sot duhet të kalojnë disa sfida që kanë të bëjnë me burokracirat, në momentin që duhet marrësh vizën etj. Po të paktën për mua ka qenë goxha e komplikuar. Se atëherë nuk kishin liberalizuar vizat, domethënë nuk lëvizje dot nga Shqipëria, nëse nuk ishte as për turizëm. Kështu që po besoj duhet të jesh përgatitur paraprakisht, shpirtërisht, bësh e gati, garancirat, gjërat. Domethënë një vit para ke nisur para mbarimit të do jetë një episod i gjatë ky. Unë kam nga klasa e parë deri në klasën 9 në shkollën ku kam qenë kam pasur gjermanisht gjuhë të dytë të huaj. Okay. Pastaj kam kaluar në shkollë tjetër në gjimnaz, atje kam pasur italishtën të dytë, jo gjermanishten, ndoshta me kurse, domethënë. Në Tiranë, pastaj gjatë verës, mbasi mbarova maturën, ndoshta një kurs tjetër. Ai kursi që kam ndjekur unë, domethënë, kushtonte lek pa fund fare, që po ta di tani nuk do e kisha bërë, domethënë se ishte shumë jashtëzakonisht shumë më i shtrenjtë se sa të tjerët, por kishte të gjën e mirë, domethënë që s'kishte nevojë me të burokraci, ato morën me gjitha gjërat në fillim, për shembull, kupton, edhe gjitha me lista dokumentash, për atëre kjo ishte për atë kohë ishte risi, domethënë nuk ekzistonte. Si gjë, dhe këto tipat, domethënë, vije e kishte çdo gjë në rregull. Edhe unë kam ardhur në Gjermani në 18 tetor vitit 2014. Okej, edhe ke pasur të paketën e plot, le të themi, domethënë si një agjenci që të ofronte edhe gjuhën edhe Pikërisht, edhe 3 muaj të para të shtëpisë, domethënë. Unë nuk ja sugjeroj asnjëriu sepse normalisht për është gjë e mirë, por është gjë e mirë vetëm nëse e ke mundësi të pa para, domethënë. Unë nuk ose kisha mundësi, ishim shumë larg mundësimeve, por që në realitetin, domethënë që në Berat nuk qarkullonte ai lloj informacioni që qarkullon në Tiranë për të lloj gjërash, domethënë. Dhe kur vinin këto agjentët, në ato vite informacioni nuk ka qenë si në ditët e sotme. Që ti mund kërkoje vetë çfarë të duhet, çfarë nuk të duhet, edhe në momentin kur një agjenci kujdeset për aspektin burokratik, është një lehtësim shumë i madh. Ama vetëm letrat mos kemi të bëjmë. Nuk e di, a ju stresojnë juve bërje dokumentave, po një nga gjërat më të bezdishme në jetë, po. Fatkeqësia më e madhe ajo është që kemi arritur në pikën që jemi mësuar, domethënë. Kjo është gjëja më e keqe. Kemi arritur deri në atë pikë sa tani nuk na bën më përshtypje se jemi mësuar, edhe nuk e di, është më mirë kjo apo më mirë që kemi qenë përpara. Unë kur kam ardhur në fillim, domethënë, gjëja më e çuditshme është se nuk më ka bërë përshtypje fare.
Ka për përshtypje Berlini apo në përgjithësi fakti që erdhe diku? Përgjithsisht, domethënë në momentin që kemi zbritur, ka qenë aeroporti Tegelit atëherë, nuk e di nëse e ke kapur ti. Unë se kam arritur atë periudhën, po kam dëgjuar legjendat. Legjendat e Tegelit edhe më mbaj mend domethënë që edhe ai djali që na priti atje na çoi deri në gjysmë të rrugës, domethënë bile na ka dhënë dhe internet për Google Maps që ti bënim loading mapit, pastaj s'kishim më domethënë do të mbanim gjatë gjithë kohës atë. Kemi qenë diku në lindje, domethënë Althussenhausen, diçka e tillë, kemi pasur atë shtëpinë atëherë edhe unë kur kam zbritur sidomos kur kemi dalë në stacionin qendror, më duk kështu që okay, unë jam këtu. Më duke shumë normale. Edhe vite më vonë kur si i thon, vite më vonë kur e kujtoj atë gjë më duke plako, mos kam pasur një problem në kokën time që më duke kjo gjë normale. Nëse të gjithë njerëzit e tjerë ishin kështu overwhelmed, domethënë me emocione, me gjëra, me rake, frika, gjëra, domethënë kurse unë nuk e përjetova asnjëherë ato në lloj mënyre, nuk e di. Po mos ndoshta nga që çdo gjë ka qenë totalisht e re, truri jot së bashku me trupin është sikur është futur në një kështu zonë si i ngrirë, sikur je i ngrirë në mënyrë që të mos ndingarkohesh me emocione. Nuk e din nëse ke dëgjuar për shembull që ndonjëherë kur dikush ndron jetë, edhe një njeri i afërt thjesht e bllokon veten, është gati në një mënyrë si i ngrirë, që të mund të merret me të gjitha burokracitë, organizimet e tjera. Mund të ketë qenë kjo ndoshta një mënyrë se si edhe mund të ketë qenë. Unë nuk e di. Mund të ketë mbrojtur nga kjo mbi ngarkesa emocionale e një fillimi të ri. Unë ta them, domethënë që ti vë gishtin pse mua më është dukur aq normale, nuk di ta them fiks domethënë, po mund të jetë kjo. Domethënë, pastaj un kam qenë edhe si fëmijë kështu, edhe adaptohesha shpejt në ambiente të reja me kalamaj që kur isha i vogël, domethënë nuk e kisha shumë problem për fshihesha kollaj, domethënë isha i naçik, ato gjërat e mia të këqija të çdo fëmijë, domethënë, po që prap futesha shpejt, domethënë. Edhe ashtu ja shpjegova vetes ato momentet e para, domethënë, po tani që ti e thua me të larg, shumë mendoj që vërtet mund të ketë qenë ajo një pjesë e madhe, domethënë që trupi thotë, "Ok, jemi këtu, mund të bëjmë, domethënë fight or flight." Po. Zgjedh fight. Është po pra, truri ka një listë me prioritetet edhe prioritizon çfarë është më e rëndësishmja për t'u marrë në moment, po është thjesht një supozim, nuk thjesht po, kjo ide më krijuan ndërkohë që ti po përshkruaje këtë gjendje kur ka ardhur në Berlin. Po ka qenë, domethënë, largimi nga vendi sfida jote më e madhe në aspektin e studimeve dhe në aspektin profesional, apo ke kaluar edhe sfida të tjera? Këto largimi nga vendi, me thënë të drejtën, unë tani këto vitet e fundit e kam përjetuar më keq se sa në fillim, në fillim se kam përjetuar fare, por sfida, domethënë, shiko, e ta bëjmë një çik si thirrje kështu si njerëz të mirë këtë. Për të gjithë ata që dëgjojnë, domethënë sidomos ata që nuk kanë nxjerrur akoma shkollën e tjerë, duhet të bëjnë një gjë që të shpëtojnë veten e tyre nga streset, domethënë që ta implementojnë këtë ngrirje për çfarë ne po flisim, edhe mos e shikojnë njerëzit thonë që vajta bëra shkencëtar, u bëra doktor, bëra lek. Gjithë secili, 99% e njerëzve që un kam njohur këtu, që janë shumë, edhe nga organizatat që kam qenë pjesë e tjera janë pafund njerëz që mund të kemi njohur, gjithë secili e ka hequr në një të zezë. Domethënë, gjithë secili ka halle, është jashtëzakonisht shumë e vështirë jeta. Kur je sidomos në fillimet e veta, je 18 vjeç, 19 vjeç, je larg shoqërisë, se larg familjes, se je aty te pjesa faza e rebelizmit akoma, ke qef të ikësh larg familjes, po larg shoqërisë për shkak është vrasë fare, domethënë, një life high ato personi që ke aty me atë je minimumi një 6 muaj, domethënë sa të fillosh shtatën me të tjerët. Edhe nuk duhet që asnjëri vetëm të shohë fasadën, edhe të ndihet keq që po pse unë nuk jam si ai. Sfida më e madhe për mua ka qenë kur kam ndruar shkollën, se ka pasur një problem dokumentacioni atëherë, domethënë që më ka rrezikuar të gjitha ato vitet që i kisha hedhur, domethënë. Po kjo historia është një çik si për fajin tim, por edhe për mungesë të informacionit. Unë shkollën për inxhinierinë në Gjermani e kam kapur në 3 vende përpara se të kapë Berlinin. Ka përpara në Bochum, Kassel dhe Hafen City Hamburg. Asnjëra nga ato nuk priste, Berlini ishte provimi i fundit dhe dilte përgjigjja e fundit, domethënë. Unë kisha parë qytetet e tjera kisha lëvizur edhe nuk më pëlqente asnjëri, kur i fitova ato provimet e provës që kanë këta para se futesh në universitet, i pranova, i bëra dhe pagesën domethënë, dhe kur vaja të regjistrohesha thash më pres Berlinin, domethënë ata nuk pranonin atëherë kështu vartë listë pritje domethënë etj Edhe unë bëra bigjoz të prisja Berlinin domethënë, jo do pres Berlinin.
edhe me mendjen e shqiptarit, domethënë do vemi në universitet. Kush është universiteti më i mirë? Tuja. Aty do vemi. Kafe bjerë. E ke parasysh? E fillova universitetin, domethënë, dhe kuptova atë ndryshimin që në Shqipëri është pothuajse inekzistent, domethënë mes shkollës së lartë dhe universitetit. Uja është një universitet, le të themi, goxha me emër, por unë nuk do e cilësoja si të mirë. Sepse nëse do të cilësoje diçka si të mirë, duhet të di se çfarë do të bësh në jetë. Unë pavarësisht se kam pasur qejf të mësoja kushurinë e mia për matematikë e gjëra tjera, domethënë nuk e kam pasur asnjëherë në mendjen time të bëhesha pedagog, të bëhesha shkencëtar, researcher etj, as nuk më kanë interesuar. Unë doja të dilja në treg sa më shpejt më mund. Dhe për të gjithë ata që çfarë lloj dege të studiosh, nëse do të studiosh, të dalësh në treg, të hapësh një biznes, domethënë se të punosh, të dalësh i pavarur etj, që të rënë larg universiteteve. Të çfarë do lloj nuk se nuk ja vlen, sepse universiteti është bërë për të studiuar. Ktu funksionon sistemi. Aty ti bën punë kërkimore, çdo gjë është më e vështirë, më ngacëruar, pjesa e pavarur është shumë herë më e lartë se sa në shkollat e larta. Në shkollat e larta klasat janë më të vogla, mentorimi është më i lehtë. Domethënë nuk ulesh të bësh matematikën me 1000 kusur persona që kemi pasur provimet në Audimax në Tuber Berlin, që janë 800 veta kur kemi dhënë provimet e algebrës etj, domethënë. Ato janë për ata persona domethënë që ndryshe nga unë edhe kapacitetin për shkencat e kanë më të lartë se sa unë, 1, vëmendjen e kanë më të lartë se sa unë, 2, po kanë edhe pasionin për të bërë atë lloj gjëje, domethënë. E kanë edhe kopë mekanizmi i tyre funksionon jashtëzakonisht mirë, domethënë. Kurse unë isha komplet e kundërta. Unë nuk mësoja dot as me të lexuar, mësoja me të dëgjuar. Okej. Në universitet mas nuk ke bashkë bisedim me profesorin, domethënë, dhe ti je out, ti je thjesht një numër, literalisht, je thjesht një numër në mes të sallave të mëdha, domethënë. Dhe unë studiova diku tek 2 vite në Universitetin Teknik, një semestër e gjysmë përpara, domethënë, një miku im, një shoku im atëherë, domethënë, një gjerman, kishte ndruar përpara se ta ndroja unë. Dhe gjatë gjithë kohës kishte një 6 muaj që më thoshte, hajde Blon, hajde se është fiks për ty, është fiks për ty. Ajo që e vuri gjithë pasaj këtë ndrimin e universitetit në Loj ishte se unë kam ngelur provimin e mekanikë dyshi, ka qenë kinematik edhe disa gjëra tjera, kinetik, sorry. E kam ngelur në një vit kur ka ngelur diku te 74% e nxënës nga 800 nxënës, domethënë. Ka qenë profesor Ceni, ashtu ka pasur ZN. Edhe ai seriozisht. Edhe ai ka qenë një nga ata llojet e profesorëve, domethënë që mburrej se e kishte provimin më të vështirë nga të gjithë të tjerët. Sa vezdi kam këta të ka qenë përpara shtabit, po si kam bërë asnjë gjë, sepse ai ka një farë lloj senioriteti atje, domethënë, dhe pastaj këto lëndët si mekanika dhe matematikat për shembull janë gjithmonë ato ku kositen studentët. Po, e vërtet. Që zhduken nga universitetet. Ne kur filluam kemi qenë 108 vjet, semestrin e dytë ne kemi qenë 94. Nga 180 që kemi. Eksperiencë shumë ngjashme kam pasur edhe unë, në fakt nga viti i parë në vitin e dytë, përse kishim matematikat, 2 matematika, 2 fizika, 2 kimi, biokimi, edhe vitin e dytë u përgjysmua, mos dhe më shumë se sa përgjysmim në fakt i numrit të studentëve. Edhe ndodh kjo gjëje. Edhe unë në korrikun e ngeltë, edhe vazhdoj në mënyrë të deprimuar duke e lënë këtë për momentin që të thajvja përsërit duke bërë lënë të tjera. Vazhdoj, filloj semestrin e dimrit, viti 2019, në tetor filloj punë me 2 vite shkollë, shkoj në kantier, edhe nuk e kisha iden fare se ç'a bëj. Fare. Kisha 2 vite që studioja, i bëja me derivate, me intervale, me kështu këto planete ngetribe, domethënë, o i qaja, po them. Ama punën nuk dija ta bëja. Nuk dija të lexoja plan, nuk isha e përgatitur për të lexuar masat e ekurit e tjera, këto që janë specifike të profesionit tonë, domethënë. Ishin gjë të planifikuara për më vonë ato, ose ndoshta bëhen pak më tutje, në programin më simor. Domethënë ato vitin e parë, vitin e dytë bën gati gjithmonë bazat në mënyrë të tillë që pastaj ti jesh i përgatitur të lëvizësh kudo që të duash, të kuptosh edhe shkencën brapa aspektit praktik dhe teknik, domethënë. Kjo është ndoshta qëllimi i këtyre gjërave që mund të duket. Por që të bësh një punë të këtill, domethënë është pothuajse e papranueshme që këto faza përgatitore dhe shkencat të jetë kaq e gjatë, se nuk është e domosdoshme, është pothuajse borderline humbje kohe. Domethënë, jo vetëm për mua, po për gjithë njerëzit. Gjithsesi, muajin e parë, provimin e kisha ngelur, e kuptova që s'isha për asnjë gjë,
vendos në fillim nëntori vendos që do të ndryshoj tash. Është filluar dokumentacionin e gjitha të tjera. Në shkurt më gjen në trimestrin tjetër, në mars apo në prill kisha për të shtyr vizën. Tani sistemi tani ka ndryshuar, çdo gjë është shumë e thjeshtë, kurse atëherë të duhej disa pasyra lëndore etj që kontrollon. Dhe një nga ato zonjat e vizave vendos që unë pas kanë studiuar 2 vite dhe nuk meritoka të studioja më. Edhe më dërgon letër në shtëpi që ty viza nuk do të jepet dhe ke 90 ditë kohë të lësh Gjermaninë me 2 vite ekspuls. Me 2 vite. Prandaj ti është histori e gjatë, okay. Po si 2 vite ekspuls, po ekspulsi për çfarë arsye? Kush është nevoja e ekspulsit? Aman se kur vin ato letrat e vizave dhe këto Zonja Kersten po e dëgjove këtë, mos ta bëf zoti mbaj për asnjë lloj gjëje. Aman se edhe unë kam eksperiencët e mia në Gjermani, po vetëm një gjë dua të përmend, do të si mundesh në një vend ku të vinë njerëz të huaj, që sapo kanë ardhur një pjesë e mirë atyre, të vësh njerëz që nuk flasin anglisht, ose të gjithë gjermanisht, do sikur ta bënin kastile, ti vinin qëllimisht aty që të detyronin që të mësojë gjermanishten. Po vër drejtaj gjithë ajo gjermani, pjesa më e madhe e njerëzve flasin anglisht. E kam bërë shumica të ashtu e kam bërë, por përpara nuk ka pasur staf. Ata që punonin në zyrat e huajve ka qenë niveli më i ulët i njerëzimit, e kupton? Ashtu? Skapje do të punë të tjera, po nuk punon dot në bashki ose në zyra shëndeti për shembull, vetë në Ausland BH që ka qenë atëherë. Nuk ka qenë njëri me njerëz që dinin çfarë bënin, ishin thjesht robotor që kishin një farë lloj skeme që ndiqnin pika, po s'ke një gjë të digjet kompleta. Një farë lloje alarmi për shembull që është hapur atëherë unë kam qenë edhe vetëm si individ kështu, po edhe nuk është i bëj gjërat më dhaja nëse nuk zë rrota bishtin, domethënë, edhe mbaj mend që ka qenë një nga gjërat e pakta, domethënë që kam kontaktuar tim vëlla që shif plak se ky është gjëja dhe unë nuk po e kuptoj. E normalisht ai si vëllai i madh, domethënë ka detyrë të thotë që ora vëlla çka ke bër, mos ke bërë ndonjë gjë që nuk e tregon, e kupton, mos ke dështuar ndonjë gjë, ose ke bërë ndonjë pislika, nuk e di tash, po për zotin larmi tash tani unë 3 vjeç nuk jam tash të thonë jo nuk e kafshova unë mollën, e kupton, është këto janë gjëra madhore. Si përfundim, unë shkova kështu, jo burnout, domethënë, po isha gjysmë njeriu, haja 1-2 ditë. Po vetëm gjatë gjithë kohës kafe cigare i kanë ndej bëj të i takoj 1 avokat, 2 avokat, 3 avokat, asnjëri nuk e merrte përsipër nga ata sepse nuk ja vlente nga ana financiare atyre. Edhe qelloi që im vlla me një shokun e shokut të vet, kishte qenë në Berlin më përpara dhe kishte pasur një avokat ai. Domethënë për gjërat e tjera. Domethënë që s'bënte fare këtë punë që më duhej mua, por që i tha që shifet është filani. Edhe është miku im e Leshi Preshi, që kemi ne këto domethënë, dhe ai hebre gjermani ishte, e mbaj mend se thotë atë, bile duhet vetë ti çojnë shishe vere prap, se ai më ka shpëtuar jetën kur i thon. Po. Edhe e mbaj mend 2 metër burr kështu. 2 metër edhe i pak i bëshëm kështu, isha literalisht sa gjysma atij. Edhe më shikon mua. I tregoj unë gjitha domethënë ja vetë gjitha ato letrat. Po mirë tha. Pse e bën kështu ti po vdes? Bile vetë djalë. Ore. Në ato kushte, në ato mosh, domethënë të kthehet jeta përmbys, domethënë ti e ke kalifikuar. Domethënë ato janë shqetësimet e një të riu i cili ka shkuar për studime jashtë vendit. Domethënë të mos japin më mundësinë që të qëndrosh aty ku ti do të studiosh. Ajo është eseza më e madhe që mund të ndodhi. Okej, vetë probleme shëndetësore që s'diskutoj lëmënjan ato. Po dikush që nuk e ka përjetuar, nuk mund ta kuptoj çfarë tronditje është kur të thonë nuk mund të rish më në këtë vend, duhet ikësh. Domos kur nuk e bër gjë, kupton? Po. Sepse unë të gjitha, unë e kam parë ligjin përpara. Unë ndryshova shkollën, prandaj e zgjata ato 4 muaj, domethënë, sepse duhet isha i sigurt që kjo lejohej. Kupton? Dhe kjo ishte lejueshme sepse unë ndryshova degën, unë ndryshova institucionin. Okej. Edhe të gjitha ato që kisha bërë përpara më njiheshin te kjo tjetra, domethënë. Unë vetëm ato informatika, këto budalliqe që transferim, praktikisht. Të hyn në punë, pikërisht transferim, domethënë. Unë vetëm ato gjëra që hyn në punë as dreqit, që po thosh aty çfarë, domethënë për ato lëndë që si duhen, sepse nuk i njeh asnjë institucion tjetër në gjithë botën përveç Universitetit Berlin, domethënë janë ta gjëra që bëjnë sens. Thashun duhet të kuptosh rastin tim, i thash atij që pse jam kështu, kupton, për vetëm fakt se jo vetëm që kjo është ëndra ime dhe un jam all in, domethënë nuk më ka shkuar ndonjëherë në një opsion tjetër në mendje thash. E para, e dyta, edhe nëse kjo zgjidhet
ta dish që unë thjesht do thyej kartën vllai, do punoj, do shet kokainë, e kupton se unë për të kthyer nuk kthehem aq kollaj. E ke parasysh seriozisht. Isha në atë pikë depresioni, domethënë sa po mendoja çdo lloj piskliku të bëja, domethënë minimumi për të nxjerrë lekët. Sepse bëheshin fjalë për 20 kusur mijë euro që ishin nedhur deri atë kohë, domethënë, që ishin të gjitha kursimet e familjes time. Çka kanë pasur ata që kanë kursyer të rjetën, që ka punuar si qeni, i ka rënë bretku në çdo vend që kanë punuar, siç e kishin, i mora unë të gjitha. I vllasin gjë. E kupton? E tani Qa peshe e madhe mbi supe, çfarë përgjegjësie. E kupton? Seriozisht, jo, e kuptoj shumë mirë se edhe për ta ka për shumë sakrifica për na arritur edhe për na shkolluar, se e dim gjithë nga çfarë backgroundi vim, Shqipëria ishte ajo që ishte me ato mundësi. Edhe ndjen që duhet ja dalësh patjetër, dhe kur ke një moment që gati po thyesh sepse ke një vështirësi, mendon gjithë këto gjithë këto sakrifica të mëdha, po sidomos në rastin tënd, pas shpenzime shumë. Ishte gjëja më e keqe që mund të ndodhte edhe në atë moment që mund ndodhte, domethënë, edhe sa 2020 pastaj fillon dhe Covidi. Njëti vit. Covidi Gjitha mua aty është ku mua te Covidi më ecë mirë, se aty më pa zotin në fakt. Pjesa e Covidit, sepse Covidi solli shumë gjëra negative, po solli gjën më pozitive për mua, që mënyra e mësimit është ashtu siç e dua unë, që ishte mënyrë dëgjimore. Shumica e leksioneve ishin online, 1/3 ose 1/4 atyre ishin edhe kështu video të regjistruara që mund t'i dëgjoje 4-5 herë, domethënë. Dhe unë vajta nga një student poshtë mesatares, një student thuajse ekselent, domethënë, në periudhë një semestri, edhe mbaj mend avokati tha ti ke një detyrë, tha, edhe nuk as mos më merr në telefon asnjë lloj gjë, tha, një detyrë ke, tha. Të gjitha provimet që do japësh në semestër, duhet i marrësh gjitha. Po i morë gjitha provimet, tha, është mbyllur siç është, tha. Nuk ta siguroj unë, tha, që nuk ka për të dhënë të hapur njëri probleme. Mbani në mendje që unë ma kishin marrë pasaportën. Ka ardhur policia në shtëpi, më kanë marrë pasaportën. Ua! Kapela, e kupton? Imagjinon të fuqin? Po pranga të vuna apo pa pranga, vetëm pasaportën. Jo, erdhën 2 policë kështu dhe thash çfarë ka ndodhur kështu, tha, jo, kemi, tha, një student do. Detyrë për të në konvikt, e kupton që isha unë atje vetëm studenta, po merri pasaportën, kështu ishte një gocë aty, po shikonte ora çka ka bërë ky. Nxjerrën të polica të dera këtij, gjithsesi, Zoti me një dorë të hedh, me tjetrën të pret. Edhe të hodhi dhe të priti, gjithashtu. Më hodhi dhe më priti dhe jam shumë falendëruar, domethënë, dhe siç e thash me Covidin, unë nga të kam bërë edhe 7 lënda nga inati ato kohë, në vend të 5 i duhet bëja, domethënë, edhe njërin e kalova, të tjerat i mora pothuajse ekselent, kështu me 1.3. Edhe u mbyll ajo çështje. Por është diçka që ka ngelur kështu si dam, domethënë, mama që nuk kam për ta harruar asnjëherë, domethënë, ajo ka qenë literalisht dhia më e madhe, domethënë, nuk ja uroj asnjë lloj njeriu, domethënë, të kaloj diçka të tillë. Edhe unë prindërve më vonë, kur në momentin që e mora përsëri pasaportën edhe ishin bërë gjithë atëherë i thash. I kam bërë çdo gjë me tim vëlla, domethënë, që normalisht ka qenë mbështetja e parë dhe më kryesore për këtë lloj gjë, domethënë. Dhe kjo histori shumë e shkurtër ju përgjigjet vetes që kush ka qenë problemi më i madh, domethënë. Po është domethënë mënyra se si e përshkrove, patjetër që ka qenë një problem shumë i madh dhe shumë mirë që funksionoi dhe çdo gjë u mbyll me sukses. Dhe unë desha të pyesja një diçka, se në këtë lloj niveli nuk më ka qelluar ndonjëherë, po normalisht kur jeton jashtë vendit, ashtu si ne të tretë të gjithë së bashku që kemi studiuar jashtë Shqipërisë, normalisht duhet të mësosh edhe disa nga rregullat e vendit, edhe disa ligje, disa gjëra të cilat nuk jenë normalisht ndjeni plotësisht. Edhe më ka ndodhur mua një 2 momente kështu. Jo e ke paguar ricevutën, e quanim ne atëherë, e ke paguar lekët për të marrë permesin e sojournos, por nuk e ke të rrequr permesin e sojournos, që në fakt ishte gati gjithmonë me vonesë, dhe kam pas disa momente të tilla të tmerrshme, jo në këtë nivel, jo në këtë lloj niveli, po të vështira dhe unë. Dhe mësimi që kam nxjerr për këtyre problemeve është që shifi mirë rregullat, çfarë duhet të bësh, 1, 2, 3, 4, 5, do të thënë, cilat janë rreziqet, në qoftë se nuk je korrekt me deadline-et, me shkresat e ku ta diun se çfarë. Dhe po, më ka bërë që të jem shumë korrekte në të sensin se ti kem gjithmonë antenat ndezur.
Nuk e di kjo a ka ndikuar te ti për të qenë kështu. Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, domethënë, por do të kemi parasysh që si gjë të shkatëron goca për vetëm faktin se ti je një student merr 2 vite ekspuls. Atëherë ka qenë ligji për punonjësit e zyrës së tuajve që ata kanë pasur të drejtën interpretim ligji, që se kanë më sot e kësaj dite domethënë. Dhe ajo kishte të drejtën e gjithë zotit sipas ligjit gjerman, domethënë që ajo të vendoste që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm. E ke parasysh? Po. Unë në klas si kishte zonja? Kersten. Kersten. Ilaçe të bëfshin. Jo, po që seriozisht se përmend asnjëherë te podcasti im, domethënë, por siç e thash, nga poshtë mesatares, vajta sipër mesatares, në fund dola mesatar me rregull treshi. E kupton, fillova punë nga ajo puna që tash më shërbeu si bazë për të gjitha pasaj. Akoma kur isha student në periudhën e fundit kalova te kjo firma që jam tani. Gjatë kohës që isha aty, domethënë, mbarova dhe bëra diplomën e tjerë, domethënë, dhe u futa një punë tani se duket ashtu si mburje, të si një nga studentët me ato lloj kualifikimi më të paguar në gjithë Berlin, domethënë, kur shikon tek kjo Kukunu apo Stepstone, domethënë, që bën ato. Një nga të rinjtë. Çfarë ishte kjo e fundit, më falni? Te këto faqet mund gjesh si kompani të ndryshme janë vlerësuar. Okay. Edhe rrogat mesatare. Mund gjesh rrogat, po jo vetëm rrogat, ambientin në punë, përfitimet e tjera, gjitha aspektet më të rëndësishme të punuarit në kompani. Është si Google Business, po për kompanitë, domethënë, në lidhje me punëtorët, që ti shikon çdo lloj gjë aty, domethënë. Bukuri. Edhe kjo është aplikohet, këto platformat janë ndërkombëtare apo vetëm gjermane? Me sa diun Kukunu është vetëm në Zvicër, Austri dhe Gjermani. Kukunu dashën Kununu. Okej. Bukur Buçi. Na, më bën shumë qefi për çdo gjë që ke arritur, sidomos mbas këtyre vështirësive që ke kaluar. Po ndonjëherë, faleminderit, po ndonjëherë më hamendja se mbase jam fiks kaq i mirë vetëm sepse ka ndodhur kjo, domethënë. Se mbase nuk do kisha bërë ndonjë gjë nëse do kishte ndodhur kjo, mbase do isha i mirë, mbase do kisha zell, mbase nuk do isha motivuar. Do të frika ruan vreshtin në fundit, kështu që. Po. Se jam gati të them një gjë tjetër klishe, po jemi rezultati i eksperiencave tona, domethënë, dhe pavarësisht se kalojmë vështirësi shumë dha, ato vështirësi duhet të jesh edhe i zgjuar të mësosh për tyre të bësh më i mirë, dhe kjo është sigurt që të ka bërë më të shkallë më të zotit, ha? Po. Si llokum. Edhe punën e fillova në kohë të plot pastaj në fillim të vitit kaluar, që full time e gjitha të tjera, domethënë si menaxher projektesh, dhe tash jam në hapat e fundit drejt rolit të drejtues projektesh, domethënë që jam prap jashtëzakonisht shumë falenderues zotit, domethënë se është kohë rekord në full time kalosh nga menaxher në drejtor, domethënë atë ndryshimi që bëjnë ta project management dhe project lighting janë hapa kështu, se në anglisht menaxher është në fakt kjo që do bëhem unë, jo kjo që jam. Ne kemi thënë kurse në gjermanisht është kjo që jam, është menaxher, e pastaj ajo që bësh është drejtues. Gjëra budalliqe domethënë, por që thjesht ka një nuancë më të mirë. Me qenë se po flisë për këto termat në anglisht, do bëhesh menaxher, por në gjermanisht je menaxher në këto momente. A mund ta, me qenë se që të dy jetojnë në Gjermani, më përshkruani mua, që kam jetuar në Gjermani, por nuk kam bërë universitetin atje, jam marrë me gjëra të tjera, diferencë midis universitetit dhe shkollës së lartë, se në gjuhën shqipe shkolla e lartë është universiteti. Edhe që ndoshta dëgjuesit tanë të kenë një ide të përgjithshme, po, edhe unë bashkë me dëgjuesit tanë të diferencave midis tyre. I di një dy gjëra, po jo shumë thellësisht, kështu, si më thënë një 2-3 pika kryesore. Cilat janë këto pikë? Atani, unë e di që Hochschule përkthehet në anglisht University of Applied Sciences, do me thënë Universiteti i Shkencave të Aplikuara, dhe kështu si e kuptoj unë është që në Hochschule, do me thënë në shkollë të lartë, nuk mëson aq shumë teori, por është teori e ndërthuar me praktik. Ka më shumë praktik. Po ndoshta jam gabim. Vocational degree, vocational ose associate degree që kanë me vocational? Që është profesionale? Jo, është tjetër. Jo. Okej. Deri von edhe unë e kam ditur domethënë këtë që Hochschule përkthehet University of Applied Sciences, deri ta dikush nga FNSH-ja apo FSHN-ja si e ka ajo, tek materniteti, ka ajo është universitet. Po. Ajo. Po FNSH-ja çfarë, se ç'është gjë? Digjon në Highway.
Futboll, jo, është FSHF-ja. Çapele. Edhe nuk është vetëm mos ashtu. Unë këto ndryshojnë domethënë në thelb, ndryshojnë thelbi i gjithë gjës, është mënyra se si është mësimdhënia. Okej. Në universitet ti je kështu lone fish, domethënë ai thotë që bëje këtë dhe bëje, gjë e vet. E ke parasysh? Okej. Kurse në shkollat e larta, interesi atyre është të mësosh. Okej. Universitetet, se në fakt, vetëm në Shqipëri është kështu kjo, në të gjitha vendet e tjera të botës, domethënë njësoj si në Gjermani është, domethënë Italia kështu e ka, siç ka ta emra të tjera që i vënë ata domethënë. Franca kështu e ka, Polonia kështu e ka, domethënë të paktën këto që njofun. Sistemi njësoj është bachelor master, e ke parasysh? Bachelor of Science, Bachelor Inxhinierik, Bachelor Artesh etj, domethënë nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ndryshimi përbohet në faktin që çfarë është produkti që këta nxjerrin. Okej. Nuk flasim asnjëherë për 100%, flasim për predominancë. Po. Universitetet mburen me shkencëtar, researcher, punëtor, domethënë kështu profesorë të asociuar etj. Shkollat e larta mburen me biznesmen. E ke parasysh? Ka qenë dikush që ka studiuar ku dëgjon inxhinieri mjedisit te kjo shkolla, ka marrë bazat aty, ka filluar të punojë brenda 4 vite, 5 vite, ka hapur firmën e vet, është nga firmat më të forta të mesme në Gjermani. E ke parasysh? Sepse lidhet me ato që pyeti përpara, mos vinin ato gjërat më vonë buçi. Në semestrin e parë që u futa tek shkolla e lartë pas universitetit, bëra 4 lëndë që shkolla e lartë i bënte në semestrin e parë direkt. Okej. Edhe që ishin goxha të prekshme, që ishin për ditshmëria, gjë që do ta di çdo inxhinier ndërtimi. Pak rëndësika se çndërton janë gjërat bazike që duhet i di gjithë secili, domethënë në universitet do i bëjë diku nga semestri 5, që s'bën të sen fare domethënë. Okej. Se të shpife, për 2 vite të shpife çdo lloj gjëje që të bën vetëm matematikë. Shpe, jemi dhe ndryshe shumë, se unë të the totalisht të kundërte, po gjithsesi kjo është e bukur atë që ndryshe nga njëri tjetri. Desha të pyes edhe një gjë. Tani, meqense qëllimi final është që të ketë njerëz të përgatitur që dinë praktikisht të bëjnë punën, edhe janë, do të thënë, biznesmen të arrir, biznesmen të arrir në fushat e tyre. A e ke mundësinë ti me këtë degree, me këtë diplomë të shkolla e lartë që të bësh edhe karrierë akademike? Që pastaj që të mund të bësh një doktoratur ose ku ta diun. Nuk ke limitime. Jo. Se këtu ka ca limitime masteri profesional ka pas qenë të paktë, nuk e di, duhet të informohem edhe unë se ndryshojnë gjërat her pas here, që duhet nëse do të bësh karrierë akademike ose për të zënë vende të caktuara pune në Shqipëri, duhet kesh master shkencor. Që diferencë e vogël sa është ai viti, këto gjërat kështu domethënë. Asnjë lloj diferencë nuk ka. Asnjë lloj diferencë nuk ka. Ta shpjegojmë se nuk ka shumë diferencë, sepse kjo është një ndryshim ku ka vajtur puna ta sidomos për pjesën e industrisë të ndërtimit ku unë punoj, domethënë që është për mendimin tim për shumicën e njerëzve një humbje kohe dhe humbje lekësh, që është ajo që ne quajmë master. Pastaj studentët e masterit kur dalin nga shkolla paguhen mesatarisht 300 deri në 500 euro. Më shumë se sa paguhet një student bachelori. Një student bachelori me 2 vite eksperiencë kalon studentin e masterit po me 300-400 euro. Kështu që në fund të 2 viteve ti ke 2 vite eksperiencë dhe 300 euro më shumë se ai që ka bërë master. Edhe merre atë Master of Science, bëje avion e dërgoje nga ndërtarja për jashtë, domethënë. Ne vetëm gjë për çfarë duhet një master i tillë, domethënë është vërtet edhe e them shumë seriozisht. Nëse ka një njerëz që ka dëshirë domethënë të ndjefi diçka akademike ose në kërkim shkencor, duhet me do e mos të thyej trutet dhe atje ku dohet. Patjetër. Gjithë njerëzit si puna ime që duan të bëjnë karrierë valla, po duan të bëjnë blek, duan të ndërtojmë gjëra. Duat vete unë tek ajo që ka ndërtuar të them që shikoj këtë godinën këtu. Po, ka ndërtuar unë. Po pra. E kupton se ai që ka bërë llogarin as nuk e mban mend se sa ka llogaritur. E ke parasysh, kështu që shiva, unë kam një tjetër qasje ndaj jetës edhe ndaj informacionit. Më pëlqen shumë të di çfarë kam brapa, nuk realisht më inspiron, më pëlqen pavarësisht të karrierës time dhe çfarë pune po bëj konkretisht. Ku më duhet patjetër një përgatitje kësaj natyre, domethënë shkencore dhe të jem thelluar, por realisht më jep një kënaqësi shumë të veçantë të di edhe formulat matematikore që qëndrojnë brapa një rregull që unë do zbatoj. Më përfshin shumë jashtë mase, ndoshta më shumë. Edhe ke shumë të drejtë, edhe prandaj e theksoj përsëri që shkolla e lartë në Gjermani është më e mirë se sa universiteti, sepse që të bësh menaxher projekti domethënë këto gjërat që ti sapo përmend, gjithë backgroundi, shkenca, formulat nga mbrapa, janë for granted, janë të mirëqëna, nuk ti hedh njerëz syt fare nëse ke tek këta. Patjetër. Karriera në menaxhim bëhet
sa aftësi politike ke të bësh politikë të brendshme me projekt, të mbash njerëzit të gjithë të kënaqur, të nxjerrësh projektin më të mirë të mundshëm, më të lirë të mundshëm në kohën më rekord të mundshme. Okej. E kjo nuk ka asnjë lidhje me teoremin e Pitagoras, e ke parasysh? Apo konstruksionin që kemi bërë ne apo sa e kurrentile të tjerë. Ti e studion në shkollën e lartë, domethënë ne kemi bërë ne se kur të ndryshoja unë, më thoshin mua po ti do vesh në shkollë të lartë, ata atje nuk e bëjnë konstruksionin kaq të thellë. 4 konstruksione bëra unë, si qeni, më plasën syt. Janë klishe që këta që e kanë ngrënë, domethënë që se kanë ditur më përpara dhe nuk e kanë ndryshuar, i bëjnë qefin vetes, domethënë që mos i ka ditë se është kot domethënë. Ja ku jemi sot. Pra mund të supozojmë që Buçi është i lumtur dhe i kënaqur me karrierën e tij në këto momente që po flasim? Unë jam super i kënaqur me karrierën time, unë edhe pse siç u përmenda përpara, domethënë që edhe pak e të implikuar e kisha nga babi, domethënë edhe vetë kisha ndjekur. Edhe ai gjithë jetën e tij ndërtim ka punuar, domethënë ndërtim kështu siç punojnë në Shqipëri, që ishin 2 persona mjeshta ndërtimi, merrnin e bënin vetë projektin, e gjenin vetë gjërat, e bënin të zonin çelësat në fund. E gjithë kjo dashuria u përkthye pastaj edhe për më vonë se unë kisha qef shumë të llogaritja dhe kam punuar diku te 3 muaj llogaritës në një zyrë inxhinierike që bënte konstruksione druri. Është shumë e bukur, është gjëja më e bukur. Unë diplomën atë e kam bërë në konstruksion druri, thellimin dhe tema e diplomës time ka qenë mësimdhënie digjitale në konstruksionin e drurit. Fantastike. E kam dashuruar kur e kam bërë. Një nga gjërat më të bukura që kam bërë në jetën time. Nuk do e bëja dot në jetë. Ta bëja si profesion të përditshëm. Nuk riun do të ulur përpara një tavoline për më shumë se 2 ore. Kupton, është e pamundur, kupton. Edhe kjo gjëja që del flet edhe me atë që është aty siç ka qenë i mat, ose me një punëtor të thjesht krahu, ose me investitorin që të vjen me pothuajse limuzinë aty. E ke parasysh kjo larmishmëria e të takuarit të njerëzve pafund që ke të bësh me shumë lloj kulturash ndryshme. Domethënë se këtu në ndërtim vetëm gjerman nuk ka. Domethënë Gjermania është vetëm shtabi drejtues, pastaj gjithë tjerët filloi me komplet Ballkanin e Europën edhe më tej. Kështu që unë jam pikë aty ku duhet të isha domethënë. Pëlqen ky aspekti kështu human edhe komunikimi me njerëzit, bashkëveprimi me njerëzit. Se duket domethënë përderisa ke edhe një podcast dhe interviston njerëz sa herë në javë Buçi. Nuk e di, duket që është një nga gjërat që ti speron më shumë. Edhe ta kuptoj se edhe mua më pëlqen ky. Do mërzitesha shumë nëse do bëja një punë që ishte e limituar, ku ta diun, përpara një tavoline dhe s'do kisha mundësi të shkëmbeja ta diun 2 fjalë me dikë. Bëhet monotone pas disa kohe, domethënë sepse si konstruktor, domethënë është sidomos ata që janë asa, që janë vërtet shumë të mirë, domethënë, është një sasi finite e llogarive që mund të bësh që të japin pak adrenalinë. Mbas një farë kohe, nëse ti nuk merresh me ndonjë aeroport ose me ndonjë ur ose me ndonjë kull, mbas disa kohësh është copy paste shumica. E ke parasysh? Plus që gjithë ata tani bëhen edhe me programe, domethënë ti thjesht jep ato të dhëna atje, domethënë do presësh, do hedhësh edhe një sy pastaj e ka bërë mirë apo jo. Kurse unë, domethënë çdo lloj si konstruktori, si arkitekti, si investitori, si firma, si kontraktor, domethënë çdo gjë kalon nga unë. Duan ata, domethënë unë jam në mes të gjithës, domethënë edhe ajo larmishmëria që si është një projekt nuk është një tjetër, edhe arkitekti që e bën vetë nuk e përjeton asnjëherë aq bukur sa e përjetoj unë. Unë jam aty, unë shikoj vërtet se çfarë është duke ndodhur, domethënë. Dhe ata të shkretët bëjnë projektin. Okej, ata kanë gjënë mirë se në fund fare kur mbarohet projekti, nuk e njeh njëri blonatanin, e ke parasysh se e ka bërë filan arkitekti, ai ka qenë 2 herë nga tjerë, maksimumi. E kupton, nuk e di se ç'është bërë. Por që kënaqësia e profesionit, domethënë, është jashtëzakonisht e papar, ka ulje ngritje, ka strese, e lëm punën shpejt, e lëm punën shumë vonë. Në mëngjes unë zgjohem sikur s'ka ndodhur asnjë gjë dhe jam gati për ditën tjetër, domethënë nuk kam pasur një ditë që të jem zgjuar dhe them që nuk dua të vete në punë. Vërtet asnjë ditë? Asnjë ditë. Asnjë ditë asnjëherë? Asnjë ditë. S'kisha dëgjuar një herë, s'kisha rasti rrallë. Do t'i vënë në pull këti aty në shenjë aty. Po atëherë kjo që bën është puna e ëndrave. Patjetër puna e ëndrave dhe mirë ata shokët e mi sa heqin sa herë që hapet ndonjë muhabet i tillë, do më dëgjojnë mua një gjysmë ore të mbaj referata domethënë. Ai shumë qejf kam të flas. Po jo, shumë e rëndësishme që të jetë gjithmonë një njeri i tillë që është kaq i kënaqur me punën, sepse ti në momentin që nuk je i kënaqur dhe dëgjon dikë që ka arritur një gjë të tillë në jetë, mendon që kjo gjë është e mundur dhe të bën që të lëvizësh, nëse je në një pozicion që je mbytur me punë, i pakënaqur, edhe dëgjon dikë në jetën reale, jo në Instagram, që është i lumtur, i përmbushur në punë dhe mendon kjo gjë
ekziston me të vërtet, mund ta kem edhe unë një ditë. Të motivon goxha, kështu që vazhdo dhe shprehe kënaqësinë. Shko, do të themi dhe një shpërndaje këtë informacion me botën. Po, ti ke parasysh që, shiko, fakti që un kam këtë lloj optimizmi për gjën, domethënë që është e thjeshtë, nuk është as pak e thjeshtë, domethënë. Është për shumicën gjermanët vetë nuk e bëjnë si punë për shkak, se nuk i duket shumë stresueshë, domethënë të merren me njerëz të tjerë të mbajnë çdo lloj gjëje në kontroll. Se vërtet jeni goxha të orientuar. Për mua punojnë tash 20 firma për shkak. Jo 20, 17, sorry. 17 njerëz të ndryshëm që secili ka nga 15 veta që unë gjithkohë mendoj që çfarë do ti më duhet një mas, duhet ajo, duhet kjo fatura tjetra, domethënë etj. Por në qoftë se je një individ i tillë që të pëlqejnë këto gjëra, domethënë me do e mos një orë më përpara do të largohesh nga ajo që e bër. Edhe kur e them kështu nuk e them që lëre punën plako dhe dile kërkoj. Jo. Bëj me mend. Aty ku je, fillo avash, kërko, bëj. Ndi një intervistë këtu, një intervistë atje. Se nuk është e thjeshtë edhe për të hap, për të dhënë hapin e parë nuk është e thjeshtë, se harrova ta thosh edhe çfarë. Unë kur kam filluar punë si student në fillim, ju betohem të mos betohem shumë për familjen se e kam bezdi, po 174 email kam dërguar. Kam dërguar 174 aplikime dhe të aplikimi 175-76, nuk e mbaj më mirë kush ka qenë. Ase kështë leduar me një falem me në telefon dhe bëjmë intervistë. Kemi folur një orë gjysmë me atë tipin, gjysmë orë folëm për punë, një orë folëm kështu si si karakter, çfarë je, çfarë si se kështu e bën ata, lexojnë që çfarë tipi je, ke dëshira, e kupton. Nuk tash aty vllai unë s'di asnjë gjë, e kupton. Unë vetëm gjë që unë ty do të shesësh vullneti im dhe se sa shpejt do mësoj unë. Unë nuk di as, unë s'kam idë fare se çfarë do bësh ti. Unë mund të them tani që kam bërë me babin, shumë kam çfarë babi, po ato nuk i hyn puna si njeriu. Atë fazë të deprimuar, unë isha shumë i stresuar, shumë në fund. Energjive mia domethënë ashtu i kam thënë që shifë vllai i dashur, unë nuk di asnjë gjë. Më vën në punë 2 muaj, nëse të pëlqej, do iki vetë, nëse të pëlqej, të më rritësh rrogën me 2 euro për orën. Sa bukur pas ke negociuar? Për të marrë shembull. Po tamam, do të thënë që ta vësh edhe me shpatulla mbas murit, që shife zotëri, sa seriozisht e kam unë, që do iki vetë, domethënë. A kupton? Kjo është pika kryqëse se shiko, në qoftë se për mendimin tim, në qoftë se ke dëshirën për të punuar, e ke rastisht nuk ka rëndësi se çfarë punë bën. Unë kam punuar student përpara se të futesh në industrinë time, kam filluar duke pastruar banjat e stadiumi olimpik i Berlinit. Pastaj kalova në Aredim, nga Aredimi kalova në kuzhinë, nga kuzhina kalova në kamarier, nga kamarieri kalova drejtues lozhash, në zonave VIP. Sepse çdo punë që do ta bësh, plak edhe nëse të pëlqen, bëje sikur jeta jote varet aty, domethënë. Kur e pastron lavamanin, bëje që mund të vësh faqen edhe mos kesh merak. E parasysh, dhe gjithmonë minimumi, edhe nëse jeta jote është mizerabël, të paktën të zë gjumi i qetë, të thosh që unë bëra më të mirën time. Po. Këtu jemi dakord plotësisht, madje ndonjëherë edhe teproj me këtë, do të thënë, e bëra mjaftueshëm mirë dhe i bëjmë ndonjëherë push më shumë se sa duhet vetes. Paktën se jemi pak shumë perfeksionist, që i duam shohim gjërat në detaje. Ato janë edhe punëtorët më të mirë edhe kolegët më të mirë. Këta tipa që janë profesionistë, domethënë, ata që ju kanë juve në punë janë të bekuar, domethënë se është 100 herë më mirë kjo se sa ata që presin të orën të ikin e të lënë punën, e kupton? Ata janë, domethënë, nuk e di, janë problem jo vetëm për ata që i paguan, që nuk i del fitimi, por janë probleme edhe për kolegët e tyre. Se është punë e ngelur që do e bëj dikush tjetër për shkak. Siç e kisha unë në fillimet e mia, që nuk i pyesja asnjëri se e dija që do më merrin 2 orë, thosha, di çka ke, më mirë do plas trut vet, edhe po. Nuk ja vlen, domethënë, sa më shumë njerëz të tillë të kenë që te episodi me Darën e kemi thënë që të bullizosh veten, është diçka shumë e shëndetshme nëse ti ta kontrollosh. Kjo është që ta vësh veten në atë lloj pozicioni që të japësh maksimumin tënd pa e djegur veten. Ajo është sweet point, ajo është ajo. Via e holl. Po, ajo, këtë doja të përmendja fiks via e holl, që ajo via është ndonjëherë shumë e holl. Po ajo që the është shumë e rëndësishme, gjithë kemi përgjegjësi në punërat që bëjmë. Se më duket sikur në vitet e fundit, sikur njerëzit nuk e marrin më punën me shumë seriozitet ose me shumë përgjegjësi. Mendoj që gjithë ne kemi. Mirë, po tregohesh Oketa. Nuk e marrin fare seriozisht, janë përtat, e kupton, edhe nuk e kam tani se siç e themi te Buçi jo për shqiptarët. Jo, ke gjermanët ku janë më keq. Po, nuk po mendoja fare për shqiptarët, po mendoja në fakt për njerëzit më të rinj në moshë me të cilët më duhet të punoj. Ka një lloj klime tjetër në ditët e sotme.
që patjetër është e kuptueshme, ne duhet kujdesemi edhe për veten, nuk duhet ta kalojmë këtë vijën e hollë për cilën folëm, sepse shëndeti jon fizik dhe shëndeti mendor janë shumë të rëndësishëm. Po ka një lloj trendi të tillë që jo të gjithë marrin punën me seriozitet dhe përgjegjësi dhe pastaj ata që e marrin atyre u bie bara më e madhe. Çfarë do të shtoj te kjo, nëse mundem? Po patjetër. Ka dhe një gjë tjetër, domethënë se njerëzit mendojnë që Bleoni është inxhinier ndërtim, është e vështira e nuk bëhet. Plako nuk ka rëndësi fare kjo gjë, domethënë që kush e bën. Unë kam vënë re kohë të fundit, domethënë që literalisht çfarë do lloj pune që ti jesh, po dhe energjinë maksimale, minimumi do bëhesh i mirë. Mbase nuk bëhesh inxhinieri më i mirë, po minimumi do bëhesh i mirë. E kështu sepse çdo lloj profesioni i mundshëm ka një farë lloj recete që nëse e ndjek, ti minimumi do jesh një punëtor i mirë që do e fitosh bukën apo jetesën tënde në një mënyrë të pastër, të ndershme, pa i rënë njeriu me qafë, domethënë. Edhe unë kur kam qenë student, fakti që kontratën kur punova full time e mora, ashtu si e mora, ka qenë egoja ime. Unë 4 muajt e parë për shembull, kishte 20 orë, e ke parasysh, si ti këta e ke parasysh, 20 orë janë kontratat në javë për shembull. Unë 4 muajt e parë për shembull, ato ditë që vija në zyrë, vija në orën 8, i kanë orën 8. Edhe jo se më thoshin atë zyrë, sa zyrë thoshin ti budalla, ç'a po bën? Thjesht egoja që jo, unë do e bëj plak, sepse ishin edhe gjëra që s'dija ti bëja. Edhe kur janë gjëra që s'di ti bësh, unë kam ato si marçok kështu në stomak, domethënë që dua të dal sa më shpejt nga kjo situata që jam i paditur, domethënë dua ta përvetoj sa më shpejt. Se është shumë e sikletshme ajo situata, ta kuptoj shumë mirë atë që po thua. Ajo faza fillestare kur nis një punë të re edhe nuk ndjen se zotëron punën që duhet të bësh, është shumë e parahatshme. Edhe do me një të dalë sa më shpejt. Pikërisht. Të ndjesh një lloj komoditeti që se lëviz në mënyrë më të natyrshme i bën gjërat edhe të vinë më të thjeshta. Kështu që po në fillim duhet ajo, sepse po e bëre këtë punën në fillim, për shembull, i ke gjithë ato benefitet që ka mund, domethënë që është fleksibël, një mjek, një gjë, as nuk duhet të them as njeriu fare, ikën, vin, e bëre për 4 orë, e bëre për 5 orë, e bëre për 6 orë, si intereson njeriu fare. Pse? Se unë kam punuar si qeni një farë kohë, dhe ata e dinë që nuk ka rëndësi fare se çfarë ndos, këtë punën do e bëj. Ka dhënë provat. Si e bëri tani, si e bëri pastaj, ne dimë që puna do bëhet, kështu që më mirë ta lëm të qetë, bëj ato gjëra që ka për të bërë vetë, domethënë, përderisa ti gjithmonë e sjell performancën në tavolinë, përderisa lekët se këtu është e gjitha. Lekët nuk po i merr kot. Se në qarkullon dhe në shoqëri kështu, shefat janë të këqinje, shefat janë gjakpirsa, të nuk të risi rogën e tjerë. Ta drejtonin vetë këta një të firmë, domethënë do ishin falimentuar brenda 4 muajsh. Po të kishin falimentuar se nuk kur je shef nuk je aty për të fituar çmimin Nobel për paqe. E ke parasysh je për të mbajtur një firmë në këmbë. Kështu që por një pyetje kisha unë, mendon që këtë lloj pune edhe këtë lloj ratje qetësie që ndjen do ta ndjeje sikur ta bëje në Shqipëri. Jo. Asnjëherë në botë. Nuk e din qoftë keni pasur kohë nga pasditët tuaja që ju ke dalë ndonjëherë në fjalë ato vitet e shkurtra, domethënë, një nga pjesët më të rëndësishme të mia për punën është të sigurojmë që nuk vdes njëri nga tjerë. Masat e sigurisë, domethënë, shkosh kantiere qytetare është të vorësh duart në kokë. E ke parasysh? I madh ka punuar gjithë jetën në ndërtim, nuk është kujdesur për veten e tij, për shëndetin, edhe sot nuk është në punë, për shkak të asaj sepse ka sëmundje kronike që janë zhvilluar nga profesioni, nuk i ka të lindura. Okej. Sepse nuk ka pasur dikush që t'i bëjë një trajnim si të kujdesesh për veten, domethënë. Unë prandaj bëj gam nëpër Instagram edhe nëpër TikTok edhe nëpër YouTube, domethënë që flas për këto gjëra. Jo se unë jam më i mirë nga të tjerët, por sepse edhe këtu në Gjermani kam pasur disa aksidente nëpër kantieret e mia, edhe shembull familjar kam, por ti thjesht shikoj paradoksi më i madh ata janë deputetët e nxjerrin vetë, domethënë, nuk është se po vetë Bleoni fshehur as i po bën një video dhe po e nxjerr skandalin. Ata i nxjerrin vetë, domethënë, këto në çfarë vendi jetojmë ne. Plus që pastaj historitë ju e pa tërmetin. Vërtetë, hiq një hekur këtu. Ka do 10 hekur ajo. Vëri shtatset, kurse në një lek, kurse vetëm glabëro kështu gjapirsa si shushunja, edhe gjithaj pallat bie sikur është bërë me karton. Ato tullat që i vën kështu me vija në mes, nuk i mbushin. Nuk i vën afër, po i lën pothuajse boshë të kursejnë tullat, domethënë. Po pra, s'ka kontroll. Çdo gjë bëhet për të kursyer Luana. Kto janë gjëra domethënë më makabre që
Unë nuk më vjen keq fare, po ju uroj këtyre personave, domethënë, që diçka të tillë ta heqin në kurrizin e tyre. Nëse ti kursen një tull, domethënë, e para fare je në profesionin e gabuar plak. Nëse ke një firmë që edhe firma jote gjatësia e firmës tënde varet vetëm nga ai kushtimi i tullës, domethënë që ti po bën diçka gabim. Po. Do të thënë në kështu. Po s'ka instanca kontrolluese, ti azmeri në njeh tu Leviçin. E ke parasysh në gjithë ato. Tani jeni koleg, por të njëjtës lëvizje politike. Po. Pikërisht. Dhe ai është një nga njerëzit që për mua gëzoni nga respektet më të mëdha. Edhe jo sepse ai është një më i mirë elektrik, po sepse ai është njeriu më transparent për këto lloj gjërash. Domethënë edhe kur kam pasur një intervistë më ka thënë që plako këtu sot më kontrollon ti mua, nesër ta kontrolloj unë ty domethënë. Kurse këtu zyrat që bëjnë kontrollin janë vetëm kontroll bëjnë. Domethënë edhe merren nga punë, paguhen nga një palë tret, të shmangen gjitha këto. Bëhet kualidimi i godinit nga firma që ke ngrënë ke pirë gjatë gjithë kohës, është absolutisht i madh shumë. Ajo pra jo këtu Shqipëria, do të thënë mënyra se si bëhet shpesh biznes në Shqipëri është edhe bëhet në fitimi në kurrizë të jetës, të sigurisë së njerëzve. Realisht është çuditshme fare Shqipëria ato. Dhe e kuptoj se kuptoj, po përpiqem ta kuptoj mashtrimet e vogla që mund të bëhen për të përfituar. Po të mbash në mbi ndërgjegjen tënde, këtë diun, jetë njerëzish, nuk e di se si po kjo është edhe kudo. Kjo është edhe kudo, por edhe këtu mund ta bëjmë këtë gjë. Kam pasur raste shumë të rashta, domethënë, unë po të kisha pranuar oferta nga gjithë secili, domethënë për gabimet që ata kishin bërë, domethënë ose për gjërat e tjera që i kam korrigjuar aty, do kisha minimumi 20.000 euro, 25.000 euro tash në bank, më shumë se çfarë kam tani. Po. Por çfarë ndodh? Ti sakrifikon veten. Pse? Sepse industria e ndërtimit është nga industritë më konservative, domethënë më old school nga gjitha. Dhe është kështu, del fjala me erën. Domethënë, nëse ma paguan buçin 1.000 euro për këtë problemi që unë do mbyll një sy, domethënë, nuk do them gjë, të projekti tjetër, nuk kam më frikë se do i hapun probleme. Se kjo thot, sa lek do. Edhe karriera jote mbyllet aty, sepse ti nuk je më një inxhinier, ti je një sekser. Edhe çdo gjë që ti bën ka një çmim. Edhe nëse unë s'ja pranoj ofertën, fillon hap namin që shipet se ky ka marrë lekë etj, edhe je i detyruar pastaj të ndrosh jo vetëm qytetin, po landin, mundësisht edhe vendin, nëse do të punësohesh ndonjëherë në të njëjtin profesion përsëri, domethënë. Kështu që këto, që thonë amerikanët, stakes, janë të larta këto. Është bet me bet 500, domethënë nuk i bën gropën vetes, domethënë. Ka njerëz që e kanë bërë, se ka gjithmonë njerëz që nuk janë larg pamës, që e bëjnë për 4 vite, do të bëjnë një lekë, pastaj fillojnë hapin kafene. E kupton? Ka bërë shkollë 5 vjet vllai, punon 5 vite inxhinier, hap kafene dhe punon si legend pastaj gjithë jetën sklavi i kafenes. E ke parasysh? Pse? E pas ka bërë gabim llogarit. Apo ku diun? Kështu më duket. Nëse ka disa aspekte aty brenda, është një ndërgjegja e gjithë secilit që është personale, edhe i bën ca gjëra varet natyrën rreth par, po drejt nëse jeton në një shtet ku ka i far kontrolli, ka kontroll, do të thënë, i garantuar që do jetosh në një shtëpi të sigurt, kurse në Shqipëri nuk e ke këtë lloj sigurie. Po ka përgjegjësi penale. Sa veta u futën në burg në Shqipëri? Sa veta janë ndjekur në Shqipëri penalisht pas tërmetit? Pas tërmetit? Ma këto duhet i dish ti, në fakt, unë nuk di të drejtën. Nuk është fut apo jo? Pikërisht, pra 0 persona në Shqipëri të paktën në mënyrë zyrtare, mund të kenë sakrifikuar në një kurban kështu në kohë, domethënë, por asnjë person nuk është proceduar penalisht. Unë njoh koleg të këtij mentori tim, domethënë që kanë bërë nga 3-4 vite burg. Edhe pse s'ka qenë faji i tyre. Por se ishte diçka që duhet ta kishte para. Do ta kishin parashikuar, po. Po ndoshta se i takojnë këto tmerret e tërmetit asaj periudhe kur le të themi drejtësia s'bënte gjë, le të themi, nuk lëvizte asnjë gjë në Shqipëri. Ke parasysh mbani mend ju njëri të jetë në shkuar për gjë deri para 2 vitesh? Duke sigur, po, kështu që po është turp, po është mirë në përditshmëri për masat e sigurisë etj, domethënë edhe kursimet etj. Po kur të ndodh gjëma, ajo është mënyra më perfekte që edhe nëse e ke vjedhur një shtet gjatë gjithë jetës, është mënyra më perfekte të tregosh që okay, nga 1 milion gjëra po bëj një të saktë, domethënë. Po, një të saktë, po. Të mbaj përgjegjësi personale. Unë inxhinier jam vetë, nuk dua të vej njëri në burg. Po ai që ka bërë atë gjë, jo burg, por
Po, pastaj ajo periudhë është shfrytzuar shumë tuar dhe për gjëra tjera, sepse janë diskutuar, ndoshta mund të jenë dosjet e hapura, po merren me këto rindërtimet e tërmetit të pallatet të deklaruara, nuk e di çfarë zone të Tiranës, janë ngritur dhe banorët në protestë, deklaruar si të pabanueshme, në fakt nuk janë të pabanueshme sepse duhej zotrinë e PSD-s të Bashkisë Tiranë të ndërtonin me firmat e tyre, edhe të merrnin paratë pikërisht, kështu që problemi i madh këtu, domethënë që të përmbyllim këtë pjesën pse do punoja aty, domethënë problemi i madh që neve edhe ne kemi probleme të tilla, domethënë. Këto problemet janë për shembull që punonësit e bashkisë të vonojnë lejet e ndërtimit. Po kjo neve nuk na prek shumë se ne marrim mbasi çmarr leja, e bën arkitekti atë, ai ka interesin më të madh. Kemi probleme me këta pastaj ambientalistat e tjerë, kemi pas histori që kanë bllokuar një projekt për 8 muaj se ishte një karkalet. Atje, edhe si e tha këta ambientalistat e dao, kishte një mlef brenda. Ata janë parazitë shoqëror. Ata janë kanceri i shoqërisë. Këta njerëz janë literalisht kancer shoqëror sepse jo mua, unë njësoj do e marr rrogën. Domethënë, mua s'm prek fare. Po pret atë tjetrin që po pret marr i shtëpi. Atë tjetrin që po paguan shumë që raste s'kam ja thosh në shtëpi. Ata konsumatori çdo lloj gjëje që ndodh, nuk e ha as shefim, as investitori, as një kusht tjetër, e ha konsumatori në fund. Gjithmonë ai që ka më pak, ai është më i humburi. Karkaleci ishte Blauflik Karkaleci me krap blu, e kishin regjistruar ta te nën bashkia Reinickendorf në Berlin si një specie endemike. Edhe futëm unë, e shoh se ne kishim marrë minuar avokatin. Avokati thoshte që s'ka gjë se ne do e bëjmë nga mënyrë juridike këtë do e bombardojmë, domethënë do e rregullojmë që nuk do na avonojmë më shumë se 1 vit. E tregoj historinë një shoku. Shoku ishte italian, gjysmë italian, gjysmë sicilian. Edhe pastaj kështu po qeshin, sa pa ta shikoj mirë se çfarë është. 2 javë më vonë gjës kjo, duke pirë birën atje, e shikojmë Karkaleci, është Karkaleci më i zakonshëm në gjithë Europën. Po si. Po pra. Më fal, domethënë në momentin që këta ngritën këtë kauzën, a kishni një specialist në një zoolog, në një si thuhet entomolog, duke se gjeta mirë termin. Unë nuk dua t'ju prish episodin për këtë, por këta një. Tjetër. Ata që merren me ajrin 2, ata që merren me klimën 3, ata që merren me energjinë 4, ata që merren me të drejtat grave 5, ata që merren me të drejtat e minoriteteve të tërheqjeve seksuale 6. Në 95 ose 90-95% gjatë gjithë kohës së shitur janë marrë gjend nga mbrapa ata. Një pjesë janë të bezdisur, është e vërtet, se marrin esterolojnë e tjerrin gjëra, por kauzat në vetvete parim janë të drejta, varet si i çojnë përpara edhe çfarë qëllime kanë të tjera. Nuk është ka të drejtë, Karkaleci. Unë jam në skuadra humanëve. Kauza e drejtë është mbrojtja e një specie e cila është në rrezik. Tani, nëse ky Karkaleci s'ka qenë me vërtet në rrezik, edhe këta njerëz kanë bërë namin kot, domethënë, është problematike. Po nuk ka riperkush, ta nuk i përndjek njeri. I bën për çdo gjë, bën për pëllumba. E kupton tash i bën për pëllumba. Seriozisht, nëse ty të kanë hyrë pëllumba në kantinë, për zotin larg, nëse është nëse ty të ke pëllumba brenda, domethënë, larg qoftë o zoti mas, po ka lëvë në i vezë pëllumbi, domethënë, se ta bllokoi komplet projektin ai. Pëllumbi është miu i qejve. E kupton? Është pes. Ashtu quhet, po. E kupton? Është parazit, po thuaj se domethënë. Po merr të raste ekstrem, po them në parim, domethënë, se ti i përmend si kategori, por realisht mbrojnë disa kauza të rëndësishme. Pastaj se si vjen në zbatim këto parime, edhe si stërollohen pastaj edhe është problem tjetër. Nuk pëlqen sepse di pse e them sepse aty kundërton tigra Siberia nuk ka, e kupton? Na i Karkales do ketë, na i Karkales, na i mi, na i gjë, e kupton? Nuk do ketë ujë që arin endemik. Dhe se unë e kuptoj shumë mirë, sidomos në një rast si Gjermania e kuptoj që kjo mund të ketë qenë me vërtet ekstreme, por duke konsideruar ç'kemi hequr edhe kur u ndërtua ajo Veliera, ju kujtohet Veliera e Durrësit? Ishte Dako atëherë, akullorja që pastaj tani nuk e di ku ndodhet, ndoshta në Burg ka përshtypjen. Që u bën gërmime se ti edhe duhet i dish të informacion, duket bëj fjalë viti 2015, nuk e di një gjë e tillë. Bën gërmime në Durrës dhe zbulohen mbetje arkeologjike të rëndësishme. Edhe për të thënë që ka raste që me vërtet njerëzit që ngrihen ka një kauzë
me vlerë, që bën sens, a kupton, reale, të prekshme, edhe këta e mbushën me beton, me sa di unë. Domethënë, unë jam ambientalist stili Sazan Gurit kur I kishte pllumat në rregull. Po e mbani mend Sazanin ato kohë, domethënë për zotin që dilte thoshte mos idhni qeska, mos idhni këto. Ato lloj ambientalisti jam Bleoni. Po edhe unë ashtu lloj ambientalisti jam, që mos idhni qese, ju lutem, se në lagjen time nuk e di, më ikën çfarë lagjen time, është mbushur Tirana, shpërthejnë koshat nga plerat, po lërat e muhabet. Nëse ajo është aja, mos idhni plerat. Pastaj ka disa. Po pra, po edhe aty fillon nga gjithë tjera, do të jesh gjithmonë pragmatik për mos të vrarë njeriu e vogël. Gjatë gjithë kohës nuk duhet të kesh tokën si planet, duhet të kesh njeriu. Do të jesh gjithmonë skuadra pro njeriu. E kupton? Ti lën këto propaganda atje, po u prish toka, nuk do ketë asnjë njerëzim. Jo vllai dashur. Dale, se hapëm një temë. Mos është një temë për një podcast tjetër kjo? Unë mendoj që E shënojmë dhe këtë. E shënojmë, vetëm këtë do them. Njeriu në qendër patjetër, se planetin e shef në kontekstin e njeriu që do jetojnë planet. Domethënë ti shef nevojat e njeriu sot në mënyrë të tillë që të jetojë mirë, edhe të ketë mundësi, duke konsideruar çfarë do t'i lësh mbrapa prapë atij njeriu që do jetojë mbas teje. Domethënë prandaj, pavarësisht se është bërë boss si kështu topic, sustainability ose siç e themi në shqip qëndrueshmëria, është një koncept I rëndësishëm. Sa do jetë ai episodi tjetër, është mega super cliffhanger kjo. Yes, edhe talim cliffhanger. Unë dua të bëj një pyetje të fundit për ta përmbyllur temën e ditës së sotme. Dhe pyetja është për Bleonin. Në qoftë se parat nuk do ishin të rëndësishme, a do kishe të njëjtin profesion, do zgjidhje një profesion tjetër, apo nuk do punoje fare? Sa pyetje e bukur. Sidomos kjo pjesa funda nuk do punoje fare. E para, ajo e fund nuk hyn asnjëherë, domethënë se unë edhe kur do vdes, jam I bindur që do vdes duke punuar. Unë vetëm në punë, vin në shtëpi për podcast, për editime, për gjëra të tjera, merrem me diasporën për Shqipërinë e Lirë, merrem me grupime të tjera të industrisë ndërtimit, domethënë unë mbasi mbaroj punën, kam një 3-4 orë punë çdo ditë. Fundjava etj. Pyet lusin. Ajo është shketa çeq, domethënë që nuk kam mjaftueshëm kohë, domethënë të shikojmë ato Gilmore Girls, çfarë shikojmë. Po Rory me atë, si e ka ajo? Me maman, po. Edhe ajo nuk diskutohet fare. Në qoftë se lekët nuk do ishin problem, edhe në qoftë se zerojmë, se unë kam 3 profesione që I kam pasur gjithmonë dëshirë, edhe asnjë nuk kam pasur lekun në mendje, e kam pasur më shumë nga kapaciteti im dhe larmishmëria. 3 profesione ka qenë 1 inxhinier ndërtimi, 2 historian, filozof dhe 3 ka qenë kirurg, edhe 4 ka qenë avokat. Wow. Tani reale nga këto të dyja, 2 kanë qenë në fakt, inxhinier ose avokat. Sepse për kirurg unë nuk e kisha kapacitetin. Duhet të themi atë që është, domethënë janë të tjera ata persona që kanë ai zell që të bëjnë ato lloj pune, domethënë me ato farë lloj precisioni, dhe unë me këtë ADD çai I vën këta emrat sot, domethënë. I vën emrat se desha të them, mos ke një si tip kështu që I vën emrin ADD, me këtë që the që I do të dëgjosh gjërat shpejt, nuk do të rrish të zgjatesh. Diagnostikim. Marr atë shketin e ndjerë si një të grirë. Historian pastaj dhe filozof, mua është një gjë që më apasionon jashtëzakonisht shumë, e kupton, konsumoj jashtëzakonisht shumë material të atij lloji, por më shumë konsumatorja sa jam, domethënë I ndjekë, janë gjëra që e bëj edhe flas shpesh me miq, më pëlqen ti bëj guida familjarëve të mi, kështu guida pa lek kur vemi në vende të reja, por nuk do e shifja për veten time. Edhe një avokat, domethënë, mundësisht avokat civil, domethënë do ishte gjëja më e afërt me punën që bëj tani, domethënë se literalisht është punë me njerëz, domethënë dhe je gjithkohës duke debatuar për gjëra të ndryshme, domethënë. Por edhe për avokat nuk mjaftonte pasioni që unë kisha për ligjin që të vazhdoja drejtimin e avokatisë. Pasioni për ndërtimin ishte më I madh. Se ne jemi një çik meshkuj, unë besoj në këto arketipe, domethënë që kur I vogël që ke qef sende gjëra kështu merr bëj kështu, në kur mbajmë më kur ishim në Berat atëherë iknim te një kodër bënim shtëpia druri me spata, me gjëra domethënë. Po ka ca elemente aty brenda, ka disa gjëra. Ka ca elemente domethënë që simbolike, le të themi të collective unconscious që I merr me vete që
që me kur? mira breza, nuk diskutohet, nuk diskutohet fare. Po. Kështu që Do të thënë avokat, do të thënë do ishe bërë avokat, ndoshta po gjithmonë do kishe punuar. Po në qëse isha bërë avokat, bia e pyetja e Kedës që për lekët, se me avokat do kisha fituar 3-4 fishe që ta fitoj tash. Po mirë, nëse ti do bëhesh avokat se e kishe pasion, nëse pasioni do ishte arsyeja kryesore, nuk është problem që do vinin dhe lekët, apo jo? Pastaj. Jo, Le të vinë, s'ka problem, nuk ka problem fare. Mirë se të vinë. Unë mendoj që në qoftë do isha avokat, do më kishe bërë një pyetje, do thosha drejtues projekti ndërtim. Sa bukur. Si shumë lezet. Po, shumë lezet. Mësuam shumë sot nga Buçi edhe na dhe ca mesazhe shumë të bukura për profesionin. Dhe mua më pëlqeu shumë fakti që është kaq i hapur. Edhe si flet kështu me sinqeritet për veten. E thot, e kam përqendrimin për këtë, e kam aftësinë për atë, për këtë, kjo nuk është e përshtatshme për mua. Më pëlqen shumë kjo. Kjo qasja kaq e drejt për drejt, kaq e sinqert. Bravo të qoftë, ore Buçi. Po, faleminderit, goca, po kjo është shumë vitale, ke parasysh. Nuk Po mund është të vitale, bëjmë. po shive, është një karakteristikë një që është personale, karakteriale e jotja, varet nga familja që të ka rritur, etj, eksperiencat e tua personale, vendi ku jeton, diskutohet, ndikon gjithashtu shumë sepse unë vër re. Domethënë nuk po ti je ty si merita, se mund të jenë totalisht të tuat personale s'ka ndikuar Gjermania, por që është shumë e vështirë se po duke u përballur me njerëzit në përditshmëri, që të jesh njerëz që flasin kështu me këtë lloj sinqeriteti. Edhe që nuk përpiqen se po them të fjetë hapen. Kjo është që hapen kot, sikur i din të gjitha, sikur i bëjnë të gjitha, sikur shkëlqejnë në çfarë do lloj aspekti. Domethënë e vlerësoj shumë kur njerëzit janë të vetëdijshëm për cilat janë pikat e tyre të forta edhe pikat e tyre të dobta. Edhe i flasin pa problem. Se unë mendoj që është edhe një nga taktikat më të mira, unë mendoj personalisht, është më mirë të jesh, jo të hiqesh kot sikur je super i fort, të tregosh që ke edhe disa gjëra të çan, mund të konsiderojnë dobësi, ashtu ndoshta je më shumë i mbrojtur, se në fund i ke thënë të gjitha, ku do më kapësh zotri. Më kupton? Nuk e di, e vlerësoj shumë, ndoshta se po 8 Miles e Eminemit, e ke parasysh nuk shiko. Po, që i thot ai në fund fare që unë jetoj. Bravo. Pra, po ideja e të gjithë kësaj është, domethënë që këtë pjesën e të hapurit tim, domethënë e ka vulosur podcasti, kur e ngret turpi me buk. Nuk e për çfarë, po sepse ka arritur në një pjesë, domethënë tani ai që më paguan për punën, paguan se i bëj punë. Po. E ke parasysh? Për të vajtur vend pune për të mbajtur s'kam. Gjë për t'i provuar njeriu nuk kam, më kupton? Se unë për derisa marr njerëz për të mësuar nga ata, për të debatuar nga ata, ç'a mendon ti, ç'a mendoj unë, pse mendon ti kështu, pse mendon ti ashtu, e ke parasysh? Dhe çfarë sensi ka tani që unë të them po jo se ai kirurgu e bën operacionin gabim. Janë disa gjëra domethënë që janë bazike fare, burr. Unë heq dorë, unë jam në kantier për zotin lart, përveç gjërave bazike, kur sa futen ata tek ajrimi te elektriciteti, Leona Hasani out. Nuk kam plako ka dikush që paguhet për atë punë, e kupton? Nuk është detyra ime të jem gjitholog, se ja bën gropa vetë tash. E kupton? Se do të thotë kush e mori vendimin Bleoni, okay, hajt mbaj përgjegjësinë tash. Po. Ke parasysh? Jam shumë dakord. Po edhe do duhet kishte pak më shumë këtu në Shqipëri, mungon shumë kjo. Mungon se tani duket sikur po ka që e bëj krahasimin se edhe un kam jetuar, okay, jo në Berlin, po diku aty më poshtë po në Gjermani dhe këto, se si ka gjëra të sociale të Gjermanisë që nuk pëlqejnë aspekte të Gjermanisë. Ka këto gjëra të tjera që janë kaq të mira, edhe këtu më mungojnë. Po, më mirë do bëhet shumë mirë. Të bëhet më mirë. Nuk jemi më të keq se këta, jo. Desh bëra pak politik. Nuk jemi më të keq se këta. Nuk kemi asnjë ndryshim nga këta, ne na duhet thjesht pak kohë edhe persistencë. Duhet të qëndrojmë. Na duhet pak kohë. Do ta mbajmë kohën drejt, domethënë, dhe mos të çorientojmë. Asnjë gjë tjetër. Bukur. Shumë faleminderit Buçi që morë pjesë. Faleminderit miq të dashur që na dëgjuat dhe na ndiqni në episodet e tjera. Mirupafshim. Po harroni thoni bëni like, subscribe, komente, donacione, etj. Donacione është bukur. E ke reaguar fare se si bëhet podcasti. Po. Bile sidomos ata 13 veta që jep mësim Lukas, se s'keni për të marrë provizë. Presion. Po çfarë thua? Okej. Ja thash unë, nuk e di. Se mos e ju se mund ta dëgjojmë vërtet e kujtojnë se jo, okay. Shaka. Jo. Vetes për të parë subscribe. Po. Ishte spektakël.
Dëgjoni herën tjetër. Pafshim. Ciao. Ciao. Buqim në bu, CH, CHI, bu, CHI, podcast.